Pamjet e ish presidentit dhe ish kryeministrit Ilir Meta dje në gjykatën e posaçme filluan të bëjnë xhiron e rrjeteve, por dhe të kthehen në çështjen kryesore të debatit publik në Shqipëri. Prej më shumë se një viti e gjysmë, nga 21 tetori 2024, Ilir Meta ndodhet në qelit e burgut 313. Për shkak të pamjeve të atyre fotove në seancën e gjykatës së posaçme, filluan komentet: "Është mbajtur në mënyrë çnjerëzore, i fiket drita, nuk i lejohet të bëj këtë, nuk i lejohet të bëj atë, janë shkelur këto të drejta", e të tjerë. Në fakt, në paraburgim ke disa të drejta, por nuk je me pushime, nuk je për turizëm. Dhe ndoshta ato pamje të Ilir Metës janë sepse para se ai të burgosej, çdo ditë me diell, shijonte buzvilës së tij në gjirin e Lalzit dhe merrte rreze dielli. Tani e ka më të kufizuar, njerëzit në paraburgim e burgim nuk nxihen. Ndoshta dikush se ka parë dot aq të verdh, pa folur pastaj për efektet e dritës, mbyllur brenda kutisë së xhamt. Por Ilir Meta dukej në formë, i mungojnë ato rrezet e diellit të shumta që merrte më parë, por problemi i Ilir Metës nuk është se mund të jetë pak i zverdhur në lëkurë. Çështja është si i ka analizat shëndetësore. Ishte plot energji, i fortë. Presidenti i 2 marsit qëndronte jashpër, nuk kishte ndryshuar as pak. E rëndësishme është që ish presidentit t'i shikohen analizat nëse është në rregull nga ana shëndetësore dhe duhet që të zhvillohet sa më shpejt gjyqi ndaj tij dhe të merret një vendim. Përtej pamjeve të Ilir Metës, në fakt, më shumë se sa vetë njerëzit dhe aleatët e Ilir Metës, bashkëpunëtorët e tij apo mediat e opozitës, zërin më shumë po e ngren mediat e pushtetit. I qajnë hallin Metës, të paguarit nga inceneratorët, nga dosja 5D, nga vëllai i Veliajt, Arbër Veliaj, ata që e donin pas prangave, qajnë pas pamjeve të tij. I çmojnë tragjike, ndryshim i madh, ndërkohë që nxjerrin pamje nga kutia me xham në gjykat pas një viti e gjysmë burg dhe i krahasojnë me foto përpara se ai të arrestohej. Kush nuk ndryshon pas një viti e gjysmë burg? E rëndësishme është që ish presidenti të jetë mirë nga shëndeti, jo si duket në foto. Ka edhe raste të tjera, ndoshta e donin si Saliani, është quar në qeli Ervin Saliani, por nuk ka qenë në paraburgim, është quar të vuaj dënimin dhe hyri më i dobët dhe doli më i shëndosh, dhe hyri tullac e doli me flok. Ka raste të tjera, ka kaluar mbi një vit, Erion Veliaj del në përgjykata me kostum. Tani së fundmi kishte bërë dhe ndërhyrje, ka hequr dhe lytat. Metën e ka plakur burgu, Salianin e bëri me flok, Veliajin po e zbukuron. Ky i fundit duket të jetë halli i vërtet i mediave të pushtetit që bërtasin për pamjet e Ilir Metës. Nuk qajnë hallin servilët e Edi Ramaz dhe Erion Veliajt pse është zverdhur Ilir Meta dhe pse duket aq keq në ato foto. Duan të dalë shpejt dhe të zbukurohet edhe mëtej, dhe nuk duket se ka shkuar keq pas një viti e 3 muaj burg. Qajnë hallin e Erion Veliajt se duan në Alcatraz. Është i njëjti qëllim, e njëjta strategji. Hap pas hapi ndjekin gjyqin e ish presidentit, veprimet ndaj tij, për të kërkuar të njëjtën gjë në Strasburg, për të kërkuar që të lirohet sa më shpejt Erioni. Ilir Meta i ka bërë një vit e gjysmë burg, kurse Erioni po e ndjek nga pas. Ajo që ndryshon midis Metës dhe Veliajt është se Ilir Meta është mbajtur në burgun 313, të cilin kryebashkiaku i Tiranës e quante Alcatraz. Pse Erioni nuk është quar në 313-ën, aty ku është quar Ilir Meta? Për çfarë arsyeje? Pse kjo preferencë? Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Veliaj, qohet në burgun e Durrësit, ku shpesh raportohet se futet raki dhe pije, dhe kushtet janë ku e ku me 313-ën. Erioni me plot shok, ndërkohë që Ilir Meta mbahet në 313-ën. Pse Erioni nuk mbahet në 313-ën? Pse nuk qohet Ilir Meta në Durrës? Për ata që shqetësohen për fotot e Metës, pra. Ndërkohë që Erioni na del me kollare dhe bën edhe ndërhyrje afërsisht estetike për të hequr lythat. Ndjekin nga pas Ilir Metën, jo se kanë hallin e shëndetit të tij, apo fotove të zverdhura, sepse kështu flasin për kafazin, për drejtësinë, për burgosjen e padrejtë. Ilir Meta ka të drejtë dhe akuzon Edi Ramën se është në opozit dhe gjishtin e ka te kryeministri që ka marrë peng drejtësinë, me Gonegëll e keq përdor dhe ka mbajtur stekën lart edhe me dumanin e prokurorët. Kurse Erion Veliaj kujt i drejtohet? Kë do të akuzoj? Edi Ramën, redaktorin e tij? Me dumanin duket se s'ja mban. Maksimumi sulmon Ols Dadon me shpresën që ta tërheq në debat me akuzat e tij dhe mashtrimet e tij publike, pa folur pastaj për gjyqet administrative ku tërheq zvarr Bashkinë e Tiranës. Të gjitha tregojnë thjesht dhe vetëm një qëllim. Të gjithë këta që bërtisnin për Ilir Metën, por që janë të Veliajt dhe të Ramës, në finale kërkojnë atë që kemi parë në përgjimet e Veliajt, atë që shikojmë me strategjinë që ndjekin publikisht, daljen e kryebashkiakut të Tiranës.
Nuk kanë hallin se është zverdhur Ilir Meta, për më tepër e shijojnë pafund shumë prej tyre, kur e shikojnë atë gjendje Ilir Metën. Të tjerë deklarojnë se dhe është çmendur fare, ka lëshuar pëllumbat, se i dëgjon në tavolinë, i dëgjon në dalje publike, i dëgjon në qarqet politike e mediatike. Dje përvëloheshin për Ilir Metën. Nuk kanë hallin e Ilir Metës, kanë hallin e Erion Veliajt. Ai që është në burgun e Durrësit fërkonte barkun kur u arrestua Ilir Meta. Për më tepër, policia e shtetit dhe pushtetit përdori dhe dhunë ndaj Metës, ndërsa Erion Veliaj doli si zotrin nga zyra, pa pranga, u shoqërua si të ishte princ dhe mbahet në burgun e Durrësit dhe s'ka ndonjë pretendim për keq trajtim, kurse Ilir Meta ka të tjera pretendime. Ndaj edhe ata që fërkuan barkun me Ilir Metën gjoja duke u hidhëruar për ato foto, hall kanë Erion Veliajin. Nuk duket se ka për të ndodhur që zdromsin ta shikojmë njësoj si Metën. Kjo s'ka për të ndodhur, se ka kushte të tjera në burgun e Durrësit, trajtim tjetër, ndërsa Ilir Meta në kushte të tjera, në burg tjetër dhe trajtim tjetër. Këtu s'kemi trajtim të barabartë, por halle të barabarta.